Obama ose nga koha e ardhjes ambasadorit Delavi, domethënë që ka qenë ambasador para dy këtyre ambasadorëve, ka pas një ndrym të kursit të politikës amerikane sa i përket institucioneve të Kosovës. Unë mbaj mend që në kohën kur ka qenë zoti Delavi në Kosovë, ka pas qëndrime edhe për shkak pozitave që kam bajt, që kam pas kontakte me zyrtarë të lartë të ambasadës, kam pas një ndryshim të kursit dhe kanë konsideruar që sa më pak duhet të ketë ndërhyrje për shkak se institucionet e vendit duhet ta marrin veten në kuptimin e kryerjes së detyrave të cilat janë të thirrura. Mirë po siç duket që kemi pjek akoma në atë nivelin që ata kanë konsideruar dhe për fat të keq mund të them se do duhet të ishte e kundërta e asaj se çka bën skena politike në Shqipëri, po fatkeqësisht politikanët tonë ndoshta e kanë gabuar rrugën dhe po marrin shembull se si sillet skena politike në Shqipëri, që në të kaluamën nuk ishte kështu. Kishin politikanë më të përgjithshëm se sa atje. Ndërkaq, sa dëmtohet Kosova ndërkombëtarisht nga kjo situatë? Nëse ka ndonjë ndikim? Po, ju e dini që vendi do thotë ka pas disa procese të cilat janë shumë të këndshme viteve të fundit, veçanërisht me Unionin Evropian dhe si rezultati i saj kemi psu për shkak se ka më shumë se 2 vite që kemi masa të vendosura nga Unioni Evropian, pavarësisht që janë të padrejta dhe pavarësisht që qëndrimi i shumë shteteve është që të hiqen ato masa, dhe mendoj që zgjatja e kësaj agonie të skenës politike bën që vendi me pas akoma më shumë në ftofje të raporteve me faktorin ndërkombëtare, ku mendoj që është një gabim fatal, për shkak se edhe sikur kishim institucione mirë të konsoliduara dhe një diplomaci proaktive, e kem shumë problem me rikthy pozicionin që kem pas dikur. Për 2 arsye. E para do të thotë se vendimarrja në Unionin Evropian është shumë komplekse, dhe e dyta nuk është më fokusi siç ka qenë dikur 100% në rajonin tonë, veçanërisht në vendin tonë. Andaj mendoj që duhet një punë shumë e madhe me një intensitet dhe volum të shtuar dhe me urgjencë të adresohen çështjet të cilat e preokupojnë shtetin e Kosovës dhe qytetarin e saj. Nuk mund të themi që jemi në pozicionin më të mirë të mundshëm, madje mendoj që jemi në pozicion të palakmueshëm për shkak të rrethonave të cilat janë kriju. Edhe diçka e fundit, roli i presidentes Osmani në këtë ngërç, çfarë mund të zgjidhë Osmani? Nuk e di çka mund të kontribuojë zonja Osmani për shkak se e njëjta kohëve të fundit nuk ka pas një relacion të mirë as me partinë më të madhe, Vetëvendosjen, e cila është si derivat i marrëveshjes së saj me presidente, flitet shumë dhe informacionet janë të konfirmuar që thuajse se ekziston fare komunikimi normal me zotit Kurti dhe zonjës Osmani, dhe qëndrimeve të saj të ashpërta dhe ko pas kohë, ndoshta mund të them edhe të paparimore në relacion me leadershipin e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili tashmë gjendet në Hagë. Po ashtu ka një hatërmbetje edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për shkak se e shohim si përgjegjëse për psimin e një debakli në 2 zgjedhjet e fundit, veprimet e saj për të lëviz nga Lidhja Demokratike në kampin e lëvizjes Vetëvendosje, dhe nuk e di se si mund të operante e njëjta kur thuajse liderët e partive politike kanë komunikim më të shnosh mes vetes se sa vetë zonja Osmani që ka me ta. E qartë. Ju falenderoj shumë zoti Shkodra që ishit edhe sot në Dy CNN për këtë bisedë. Faleminderit për juve Bruna, me nderë qofshi.